Projekti I ri I Usjellësit të Vlorës, I cili po implementohet në qytetin mbretëtar, ka hyrë tashmë në një fazë të re. Aktualisht është duke u punuar në disa prej akseve kryesore të qytetit të Vlorës, ndërkohë që do të zhvillohet edhe me një fazë të re. Ka të bëjë pikërisht me ndërhyrjen në disa prej akseve rrugore, ndërsa çarjet e tyre do të jenë pjesë. Kjo pasi po punohet me mikrotunel, një teknologji e re e cila po implementohet për herë të parë. Kjo edhe për të bërë të mundur që të ketë sa më pak çarje rrugësh, por edhe për t'i dhënë një fazë të re dhe një ndryshim total, lidhje së tubacioneve kryesore të ujësjellësit me tubacionet e lagjeve. Projekti I ri I ujësjellësit në qytetin e Vlorës ka hyrë tashmë në një fazë të re dhe të rëndësishme të zbatimit. Aktualisht punimet janë përqendruar në disa nga akset kryesore të qytetit, ku po kryen ndërhyrje të domosdoshme për modernizimin dhe përmirësimin e rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm. Në vijim të punimeve do të aplikohet dhe metoda e mikrotunelit, një teknologji bashkëkohore që mundëson lidhjen e tubacioneve kryesore me zonat dhe lagjet e qytetit, pa pasur nevojë për çarje të shumta të rrugëve. Kjo metodë konsiderohet një risi për qytetin e Vlorës dhe synon të minimizojë ndikimin e punimeve në jetën e përditshme të qytetarëve, si dhe të reduktojë trafikun dhe problematikat që lidhen me ndërhyrjet e gjera në infrastrukturë. Autoritetet bëjnë me dije se në zonat ku ndërhyrjet janë të pashmangshme, qëllimi kryesor mbetet mbyllja e punimeve brenda një afati sa më të shkurtër, duke rikthyer normalitetin në qarkullimin rrugor dhe aktivitetin urban. Paralelisht po punohet që standardet teknike të jenë në përputhje me kërkesat më të larta, në mënyrë që rrjeti I ri të garantojë furnizim të qëndrueshëm dhe cilësor me ujë për qytetarët. Projekti I ujësjellësit konsiderohet një investim strategjik për Vlorën, I cili pritet të japë një zgjidhje afatgjatë për problematikat e shumta të furnizimit me ujë, duke përmirësuar cilësinë e shërbimit dhe duke mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit.